që është pjesë e kësaj gare të balotazhit dhe nesër qysh nga ora 6:30 nis transmetimi live këtu në Klan Kosova. Me mend dhe me sherr, Aida, po e nis sepse natyrisht një retorikë e njohur edhe për ty kjo, por që në fakt gara për pejen, çka ndodh atje? Po, mendoj që zgjedhjet lokale kanë një natyrë krejt tjetër dhe bile mendoj që sikur t'i njohin votuesit kandidatët në zgjedhje parlamentare ashtu si që njohin në zgjedhje lokale, do të kishim këtë një rezultat tjetër, sepse i njohin shumë mirë dhe mendoj që votimi është më i saktë, pra shumë pak gabojnë elektorati në zgjedhje lokale, në për zgjedhjen e kandidatëve të tyre, se sa në zgjedhje parlamentare. Nuk është hera parë, ne kemi parë edhe natën e fitores me nënshkurt kur opozitës i është drejtuar me ofendime, kështu që kjo disi ka kaluar në normalitet. Po a i sjell mobilizim kjo më pas? Ja, nuk e besoj. Po i sjell rezultate kjo? Ja, nuk besoj, sepse nuk mbulohet me, ne kemi parë një përpjekje të tillë edhe në zgjedhjet e kaluara, por nuk mbulohen kandidatët me autoritetin e kryeministrit. Aq më pak në këtë rast kur sillet në këtë mënyrë dhe me ofendime, sepse është edhe paragjykuese dhe kalon në diçka tepër personale, që mendoj që është shumë e oltë nga ana e tij. Sidoqoftë, përshtypja ime është që nesër do të jetë fitues zoti Mahaxheri, sepse ka një distancë shumë të madhe në vota, pra edhe në balotazh tash, është gati pothuajse dyfishi dhe po ashtu koalicionin të cilin e ka arrit zoti Mahaxheri, domethënë ka potencial shumë më të madh për qenë edhe një rritje e mirë. E dim që në balotazh votuesit të tjerë që nuk i kanë kandidatët e tyre të preferuar, nuk është se mobilizohen 100%, sikur kur janë në raundin. Po kandidatët në për asambleja? Po, sepse ka një mobilizim pak më vogël, po edhe po që se asnjë votues tjetër nuk del me këtë, përveç votuesve të tyre, pra me këtë diferencë të madhe është veç e përcaktuar se kush do të jetë fitues nesër. Vullneta, është e kryer gara në pej? Po, nëse e këshirëm numrat që janë dhe dallime, jo në kuptimin e faktit që Gazvend Mahaxheri është qatë shumë i pozicionuar si kryetar i PES, qatë gjatë, edhe faktit që tashti në qëtë kohë ka arrit me shku në balotazh, për mendimin tem tregon një farë shifti ose një farë lëvizje të votuesve në PEI që nuk e kanë qatë shumë besimin sa kanë pas me herët e Mahaxheri. Por nuk është besim i vogël, megjithatë. Jo, nuk është. Por krahasim me sa pushtet ka pas, është dashme shku pa balotazh. Pas kur të ka pushteti që ka pas. Po, tashti. Nëse këshirë Gazvend Mahaxherin si politikan, ose si njëri që më herët këtu e këshirshin politikan si njerëz të mirë, është shumë prepotent, arrogant, nuk jep qere. Por e konstatuam që s'është kjo kriter për të qenë. Por tani kur e shem mënyrën si që shpor, unë mendoj që Gauzi është njëri prej institucionalistave të fundit që ka metë në dhe madje ati shumë i drejtë. Ka po përshtypje gjuma atina në për debate, ka pas ekstremisht shumë vetbesim kur ka folë me të tjerë, për shkak që eksperiencës i ka ditë këtë problemet, nuk më nëshme nëzonë ngush për asë një sen që diskutohet në PEI. Kelmendi u kam befasi, unë Kelmendin nuk e kam njoftë kështu si politikan i cili ka pas që ka shfuqi në PEI. Me marë 11.000, gati 12.000 vota në PEI, për mu kam befasi, edhe në kësaj i ka rrit paka shumë edhe rejtingu për shkak që i ka rrit me hinën i garë me Gazvend Mahaxherin. Por si që ta dhe Aida, kandidatët njihen mirë në zonat e tyre, kështu që përderisa s'është njoftë nga ne në Prishtinë, do të thosë, s'është parametër, sa Arjan Tahiri s'është që kemi njoftur, por... E vërtet, por u bo e njoftur në Masandejt. Kelmendi nuk u bo e njoftur, në mete një kandidat zakonshëm që nuk prodhoj në e par skandali, nuk prodhoj diçka politike, por arritje me shku në balotazh. Po e ka shumë zarë nesër. Mirë. Afrodita? Mënoj që arriti Kelmendi me shku në balotazh si patën një mbështetje të madhe të qeverisë në detyrë. Do më thonë, Albin Kurti filloi me më mundu me pas një shtrirje në komunat e Duragjinit. Edhe për këtë arsye kemi edhe Kelmendin në balotazh pavarësisht që është shumë largë Gazi, do më thonë, votat edhe nëse heqë këta tjertë nuk dalin në vot, me votu adet, do më thonë,
pjesëtarët e partive tjera ose votuesit e partive tjera, Gazi pavarësisht ka arrit me marrë 46%. Edhe nuk është lehtë kur ti je disa mandate në komunë me vazhdu me marrë këtë rezultat. Por kjo tregon që Gazi vazhdon me qeni dashur për votuesit e Pejez. Pastaj shto këtu që